Kemi mendu me bo një recet me rësht, e cilë muj me shfrytzu njejt për shkak që rushi nuk ka fora, me bo edhe si në formë të reçelit, po edhe me bo langës së sirop. Më vorët sa i qesi muj, qashtu edhe mujna me nëzirë qka po dojmë. Që i qesi muj ma shumë, mund të përdorim si langë? Mund të përdorim si langë, po që qesi ma pakuj, muj me bo edhe në formë të reçelit. Ta shka kemi me përdor, pse kemi shtu kanile, me pak me neutralizu atë sasin e lartë sheqirë që ka, mi ndimu kanila që edhe ata persona që janë diabetik me mujtë me pi langën. Lëvorën e limonit, për arsye se gjatë zirjes na humb pak vitamina C, edhe për shi edhe për me rrit pak, edhe bioflavonoidet që i ka, edhe karanfilin për antimikotik, për mi jap shi edhe për me rujt. Kështu që pa hukon, apo vazhdoj me procedurën. Do me thonë, miren kokrat e rushit, dohen kokër për kërku. Rushit i dojmë prej kokë. Shkoj kokra rushit. Jo nga i dhime së rondës. O, ma mire isha hongëron atë kokër rushit, moj motër. Tash për me në album a shpejt, i shtypim këto. I shtypim në këtë formën këto pasi që ti qesim, po e kam bluzën e barë, dhe kështu të nga me pas kujdes.